të flasim për diçka të mirë, do të flasim për një rekord turistik në Kosovë, mbi 1.6 milion net qëndrime brenda një viti, mbi 762.000 vizitor. Ne do të kemi fillimisht një intervistë me Jakob për të parë një perspektivë tjetër. Është gazetar, jeton në Bruksel, po është nga Danimarka dhe në fakt vjen shumë shpesh, madje e ka mësuar dhe gjuhën shqipe shumë mirë. Jakobin besoj e kemi drejt për drejt dhe sa kam informacion ai për momentin ndodhet në Ulqin. Jakob, nëse po më dëgjon, përshëndetje. Jakob, po më dëgjon? E ka nalë, do tjetë pas pak. A e kemi pos? Po më dëgjon tani? Po, tani unë dëgjoj. Mirë se erdhe, mirë se po dëgjojmë. Si je? Mirë, ti? Je në Ulqin? Po, tani jam në... Okay, si po kalon atje? Po, përshëndetje, si. Më vërtjellën në televizor. Le të dëshoj mirë së ardhje edhe zotërit Hysen Sogojevën që e kemi drejt për drejt. Por fillimisht do doja të ndalim tek Jakob. Jakob, dua të nis pak me përvojën që e ki, kur flasim për Kosovë, në këtë aspektin turistik. Cila është përvoja jote në Kosova? Nuk dyshoj që është përvoje mirë, po gjithsesi dua të dëgjoj ty. Po, përvojet e në Kosovë me pak fjale. Përvojem në Kosovë ka qenë shumë veçantë, intensiv, edhe unë kam mesuar shumë në Kosovë. Unë jetova aty për 4 vjetë, edhe unë kam mesuar shumë për vetën tim. Kosovë ishte vendi ku filloi karriere im se gazetar, edhe kam mesuar shumë sepse unë isha unë rritë në Kosovë kur isha 19 vjeçar, edhe unë shkolla nga Kosovës për Çeki edhe për Danimarkës kur isha 24 vjeçar. Ishte një epoka shumë e rëndësishme për mua. Po. A kishe një përshtypje tjetër në fillim, përshtypje që më pas të ndryshoj? A kishe ardhur më një përshtypje tjetër në Kosovë? Përshtypje e parë. Po, cila? Përshtypje e parë për mua në Kosovë është shumë energjik edhe mikpritëse, sepse unë kisha imagjinuar një vend që ka pasur shumë probleme me lufte dhe me probleme etnike, por kur unë kam ardhur në Kosovë ishte shumë ndryshme. Unë shoh dalim mes imazhe e Kosovës online edhe në Kosovë në realiteti, edhe është shumë ndryshme. Unë më ndojtë tani është një ndryshim së madhe, është shumë rëndësishme për më shkullë. Po, se në përgjithësi është një përshtypje që ndërlidhet shumë edhe me një pamje të Kosovës me luftën, që është e pashmangshme. Po, raportet me njerëzit, përvojat me njerëzit në Kosovë, cilat janë? Çfarë dashurie dhe mikpritje të kanë dhuruar ty? Po, njerëzit në Kosovë mendoj që është një komunitet shumë e forte. Ata ka një lidhje shumë e forte mes familje edhe vërelësit edhe motrave, edhe unë mendoj që më kam mesuar shumë për veten tim, për çfarë është e rëndësishme për mua me familja edhe shoqni në Kosovës. Po, është e pashmangshme pyetja, Jakob, për ushqimet, që në Kosovë, sidomos ato tradicionalet, edhe ato janë në atë përshtypje në partë të njerëzve që vinë në Kosovë, mësohen me Kosovën, me ushqimet dhe me njerëzit. Po, ushqimet në Kosovë është shumë e mirë. Unë kam provuar për shembull fria, samun me sucuk, pasul, qepapa nga Gjakova. Qepapa nga Gjakova është qepapa më mirë në Balkan, unë besoj, në fal Maqedoni. Por unë mangoj shumë ushqime Kosovës. Unë nuk e di si po gatuan fria në shtëpi, por do të mësoj. Dhe më thonë ti pas ka arrit në pikën që edhe po i ndonë qebapat, po i zgjedh realisht qebapat, po i zgjedh Gjakovës. Jakob, me qenë se sot kemi me folja dhe me të ftuarit e tjerë që do të nisi pas pak me ta për pjesën turistike të Kosovës. Kur ty të pyet dikush për Kosovën, cilat janë vendet që i ja propozon për t'i vizituar në Kosovë? Po, cilat vende, për ty duhet i vizitojnë? Cilat janë propozime që ju bën të tjerve?
Okej. Dhe çfarë është ndryshme nga me Kosovës edhe për vendet e tjera? Është por ka shumë dallimi. Por besoj që Zgjat, Prizreni shembull, me që është një prej. Sepse ka shumë histori. Edhe besoj që Kosova përveç është një vend shumë i vogël, por ka shumë histori, edhe ka njerëz që janë shumë me traditë, me kulturë, okej. Në rregull. Atëherë, unë sa po kuptoj realisht dhe më vjen mirë kjo që edhe ti ke vështirë të zgjedhësh një vend të caktuar për ta vizituar në Kosovë, sepse ka shumë propozime, ka vende shumë të bukura. Jakob, nuk do të marr më shumë kohë, se po presim edhe të ftuarit e tjerë për këtë temë. Unë të falenderoj edhe të presim në Kosovë prapë. Por Kosova ka shumë vende për më vizitu, por unë mendoj që unë rekomandoj për shembull për më shku te Bog ku është dimri, sepse më pëlqen për me ski edhe për Brezovica ose për vole, edhe mendoj që është rrugova shumë e bukur, më pëlqen shumë mali i Kosovës edhe peja patjetër, ama unë kam zemrën e Prishtinë. Unë mendoj që Prishtina është qyteti ime, unë kam një tatu e huneshën e fron, po unë besoj që Prishtina është zemra. E kuptuam këtë, na vjen shumë mirë, të falenderojmë, të presim Prishtinë prapë. Faleminderit shumë.